që nga fillimi xhaxhai i tij ka qëndruar afër lavdrimit, madje ka lënë pas dore edhe obligimet e tij për të qenë sa më në rrjedha me stërvitjet dhe karrierën e nipit. Ai ka qenë edhe motivues shumë i madh pasi e ka nxitur për çdo fitore. Dëshira e tij është që lavdrimi të arrijë majat e karrierës. Besimi i tij vije nga ushtrimet dhe përgatitja intenzive e lavdrimit, duke filluar me ushtrime qysh në orët shumë të hershme të mëngjesit. Çdo mëngjes me migjën tem, qomo bashk, edhe dalë mi vrapojmë, edhe migjem është mas mu, unë përkra shumë. Sfidat, kalitja dhe ngritja profesionale për lavdrimin ka filluar me pjesëmarrje në gara të shumta. Një ndeshje që e veçon në rrëfimin e tij për TV News është gara më e fuqishme që e ka pasur me një kickboksier me komsi serbe me emrin Miloš Jovica, 26 vjeçar, ku lavdrimi ishte 17 vjeçar. Kjo çështje u bë shumë e ndjeshme. Gara duhej të zhvillohet në kohën kur lavdrimi ishte i semur për shkak të infektimit me virus, por ai nuk e kishte ndërmend të tërhiqet. Ndeshja ishte shumë e ngarkuar emocionalisht dhe e vështirë. Edhe me të vështirë ndeshjen e bënte fakti se gjyqtarja e lojës po ashtu ishte një serbe etnike, gjë që bëri loja të marrë ngjyrime të tjera, pasi gjyqtarja mundohej të mbante anë ka bashkombasi i saj. U konë kër e kam pas ndeshjen me Serbin, ajo konë një ndeshje për mu me e zoshme, edhin ka pas shumë emocione, edhe ka ndash gjithë qysh me ma hup këtë ndeshje, po s'kan mujt me arritu, nuk jam dorëzu e kam fitu prap, edhe një javë për para ndeshjes jam konë i smut, edhe kemi menu mos me bo ndeshje njerë, po apet anë e kena bo. Vetë se unë vikej nati se u koncert për që ta kam dasht edhe më rrej me ata, edhe se jam konë i smut, po e kena zhvillu ndeshje.